Për shembull shpesh herë na vin, kjo është mesazh për këtë ata që për një herë me plot pyetje vëllazër. Punojnë në Europë, punojnë në Perëndim, në rregull. Do të gjë, s'mund me fal xhumarën. Nuk mundet Allah. Nuk mundet. Çka të kushton ti mi thon shefit tan? Unë e baj punën. Ta zaventoj çat orën që e marr pi xhumas, ta zaventoj. Ma jep një orë, në ora 1, nëse e ki deri në 4, punoj deri në 5. Apo ma plotëso dikun tjetër. Ama në emër të unë këtu, shumë shpesh na thonë, po nuk ka këtu si te ju. Po feja vëzëra për këtë njësoj. Feja për këtë njësoj. Apo, anë vëzër, me shart lejohet që njeriu të punon në vepra halale, në punë halale, edhe nëse shefi nuk e ka musliman, edhe nëse sultani për mita nuk ka musliman. Po çfarë arsye vëzër? Se puna çka e bën ky, ki mirë llogari për këta. Ama jo mu zgjeru, as me litari me nutë fyti, po as mës me liru e deri në pafundsi. Sikur që e shohim plot për njerëzve. Ata do të se fali xhumë valla. Ose plot për tyre për shembull, edhe namaz thot, s'le shefi. Si vetë s'le shefi? Po thuaj shefit 2 minuta. Ose shiko, a di çka më interesant. Subhanallahu el-azim. Te disa njerëz vëzër, nevoja fiziologjike a më e ndershme se sa namazi. Po kjo është realitet vëzër. Cili pi neve vëzër nuk mirë kuptohet në orar të punës kur e kap nevoja. Allah ju nderoft të gjithëve. A i thot shefi, nuk më intereson mu maje. A me men kjo? Jo. Sa minutat duen? A i thot, të këtu s'ka bash me minutat. A mirë dhe zë, kur u ba ti me dal nevojtore e mirë kuptushme, 5 minuta mu falë për Allahun gjelle gjelalu, me quë që ti je musliman, dhe s'leva laki. A për cigare ka 10 minuta, 20 minuta lea. A lea tje po. Për bukën lea, për nevojtore lea, për qefe me fol, me kapak telefon le. Kur dhenet e Allah, s'le. Po të si ke provu hyq. Po të nuk i ke provu hyq. A të ti dush mi kalzu. Shikove që kjo me shart, o shumë më nënsi. Me shart. E me shart po. Andaj, duhet njeriu mos me jabo vetës rafsh. Pa as mos me ashtrëngu deri në mbytje. Ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, s'ka dikush që e shtrëngon fejen Allahu xhelalu ala. Vetë se feja e mund. S'mund është ti vëllazër me shtrëngu fejen, mi thonë njerëzve, s'mahet kjo. A dhe ka thonë pejgamberi alaihi salatu wasalam, për njerëzit që do të shtrëngojnë fejen shumë. Çka ka thonë fund? Së ne marrin e dalin e lajn ket. A dinë vëllazër sa njerëzit e kanë shtrënguar fejen shumë, sot as namazun falën. E kanë lënë komplet. Jo, më thua sumajke. Po sumajke se e ke shtrënguar sa s'mahet. Dhe zërë arab thojnë litarin kër e manti. Ato dikush maje që këtë litar që kënejna pak. Për shembull, nuk thot këpute, po maje. Ka dalim me këput litarin dhe me majt litarin. Na mami dhe zë për litar. Zdojna me këput litarin. Se kër e këput be, ti maje litarin. Edhe maje sa mos u gjakos. Po maje sa mu majt. E na shka vona dhe zërë, maje shtrëngoje u këput. Po u këput. Që menove ti? A dhe sa njerëz, të e majtë fort, e kalon krejt. Duhet dhe njeriu me majtë mesatarën, ka thonë Allahu gjelën në Kur'an, wa kedhalike gjallnakum ummeten wasata. Ne ju kemi ba juve, ummeti Muhammed sallam, ummet mesatarë, dhe zërë. Shikoni pejgamberi jon sallam, dhe zërë. I kanë kalzu për jehudit, kur gratë i kanë menstruacionet. A di që ka bon jehudit, dhe zërë? E mshelin ngrujen në 4 mure. Dersa të pastrohesh mos dil. As buks hajna bashk, as nuk pina, as hiç nuk shifmi. Pse? Je e papastër. Nga ana tjetër për krishterët, ata s'kan hiç, s'kan vija. Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? As këta do shjo me men, o e papastër, ti çfarë bën me ti kur s'falesh? Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Isna'u kull shay illa an-nikah. Tha, "Mana me sinjor." Çfarë është kjo? Mana me sinjor. Tha, "Bani çka duni me gratë juve kur i kanë ciklin mujor." Por veç marrëdhënie intime. Kjo me së vëzër. Bani çka duni, veç marrëdhënie intime jo, pse as jehudis jemi, as krishterës jemi, musliman elhamdulillah. Musliman elhamdulillah. As nuk e gjujna gruin has ti se ti tash i papastër, po as nuk bëjmë marrëdhënie intime se është e papastër. Andaj, shiko vëzër, kjo është mesi, këta moje në këta punë vëzër. Këta moje në këta punë. Por shembull këshir Allahu xhelalu ala, derën e kanë ndalu, jehudit, ai disa lloje të mishave i kanë ndalu. Plot. Neve Allahu xhelalu ka bën mes. Ka thonë softinën mos e hani, derën mos e hani, atë çka therrët në emër të putave mos e hani, këtë mishat i keni halal. Këtë mishat i keni halal. Edhe të krishterëve i keni halal, edhe të jehudive i keni halal. Edhe ai kur ta prej e ki halal. Se o vëzër, fe e lehtë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam,
më ka dërgu Allahu me fet pastër nga shirku, e lehtë për të zbatuar. Wallahi është shumë e lehtë. Ju veti kështu tash po shkojmë në xherim. Cili pini vëzër e mallkon vetveten, ku hina me këtë fe ma xheru 30 ditë. A ka çështu? S'ka vallahi, alhamdulillah. As tu kshimet, as me gjestit, as me shenja, as dikush më thon, valla e kam çtu po sunë tham. Jo, po shifësh. Po shifësh si me knaçi të vao këtë punë. Ose kështu a këtë feja. Këtë duhet me bë me knaçi këtë punë, pse Allahu nuk e ngarkon nefsin sa s'ban. S'ka asnjë ligj në fe dhe nuk e kemi. Valla që kjo subajka. Hajde ka zëmonja. Ka zëmonja që subajka. Këtë bëhet vëzë. Kjo është ka përmendur dietar në këtë kontekst.